Rritja e çmimit të naftës në vend po jep efekt të drejtpërdrejtë në transportin ndërqytetas. Udhëtarët që lëvizin nga Librazhdi drejt Tiranës apo qyteteve të tjera tashmë paguajnë më shumë për biletën. Nga 500 lekë që ishte më parë, aktualisht tarifa ka shkuar në 700 lekë për çdo udhëtar. Për qytetarët, kjo përkthehet në kosto më të larta, veçanërisht për ata që udhëtojnë rregullisht. Po vështirë kjo s'do një shkencë. Ajo duket, se pranojnë ata që s'di nga u legët po na shkreti që punojmë për arat dhe shivit që i qojë që janë. Ku punojmë? Ka punojmë tokën me krasë, s'kemi mundësi moqë. Që përballojmë për hallit, e përballojmë se kemi hallit, dumë të vizim. Por marrim çanta tikim për kurbet gjithë. Dumë të ham, halle kemi, s'mun jemi. Vetëm spitale së për nëzirë, vje gjatë tjetër. Nga kosha, Librazhdi ishte ngritë 2000 lekë më tepër. Sipas pronarëve të autobusëve, rritja e çmimit të karburantit ka ndikuar ndjeshëm në kostot e operimit. Nëse më parë nevojiteshin rreth 5000 lekë për furnizimin me naftë, sot për të njëjtën sasi duhet të paguash 7000 lekë, duke rënduar drejt për drejt bilancin e tyre financiar. Neve herë ka ndikuar shumë, nëse do 50000 lekë naftë më parë tani do 70. 20000 lekë diferenca. I përballoni dot? Nuk e përballon dot, e përballojmë në një muaj. Mbas një muaji hapim krahun, ikim dhe në këtë tjerë në Gjermani ku janë gjithë tjerë. Operatorët e transportit theksojnë se përveç rritjes së kostove, situata është rënduar edhe nga rënja e ndjeshme e numrit të pasagjerëve. Ne s'po lajmë dot naftën, s'po çojmë as lekë shtëpia, me lekë borxh në përkarburante. Numri i ustarëve? Po karans bëhet llaf, largimi ndikon shumë. Në vim me 15 veta, tash vjen 4-5 veta. Shumica e drejtuesve të mjeteve të transportit publik konfirmojnë se rritja e çmimeve dhe ulja e numrit të pasagjerëve po i çon gradualisht drejt falimentimit. Rritja e çmimit ne ndikon se ne nuk kemi mundësi ta përballojmë. Tash i ka edhe çmimi me pasagjerët kanë rasti shumë dhe s'kemi mundësi ta përballojmë faktikisht. Avash drejt falimentimit. Rritja e çmimit të karburanteve vijon të ndikojë drejt për drejt në jetën e përditshme të qytetarëve, duke rritur presionin mbi ekonomitë familjare. Në një kohë kur çmimet janë në rritje, qytetarët kërkojnë ndërhyrje konkrete për të lehtësuar barrën financiare, ndërsa transporti mbetet një nga zërat më të ndjeshëm të shpenzimeve.